Në kuadër të javës së familjes në Strezën për fëmijët pa kujdes prindëror zhvilluar një aktivitet organizuar nga Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me Act for Shkodra dhe Shkonzani Shkodrës. Gjimnazistët me iniciativën dhe kontributin e tyre vullnetar dhuruan pako me dhurata për fëmijët e rezident në Strezë, duke sjellë të buzëqeshje, por dhe një mesazh të fortë humanizmi dhe përkujdesje. Njoftimi që marrëm që një grup të ri që trejesh nga Shkolla Zori Shkodrës do vinë në këtë Strezë për t'ju bashkuar festimet që ne vetë kishim planifikuar si bashki të bënin në këtë Strezë, ashtu siç kemi planifikuar për gjatë gjithë javës. Ishte një emocion plus, jo vetëm për të mijat materiale që ato i kanë sjellë, por për këtë ditë të bukur emocionuese që këto fëmijë të kësaj Streze sot po kalojnë ndryshe. Duket sikur i kanë ardhur afërmit, duket sikur i kanë ardhur miq e shok, dhe të gjithë bashkë po përjetojnë emocionalisht shumë bukur këtë ditë, tamam si një festë në familje. Në kuadër të javës së familjes, Bashkia e Shkodrës ka ndërmarrë disa iniciativa sociale dhe ndërgjegjësuese me fokus në mbështetjen e familjes, fëmijëve dhe forcimin e solidaritetit në komunitet.